Ky objekt në kohën e ish Jugosllavisë ishte stacion policor famkeq në cilën shumë shqiptar të Çermianit dhe fshatrave të Durshkojës janë ndaluar e torturuar shumë shpesh në burgun i cili është në podrumin e këtij objekti të dikurshëm. Artan Hoxha nga fshati Çermian thotë se ky objekt ende përbën rrezik sepse mund të shembet e të ketë pasoja sepse gjendet në mes të dy shkollave të fshatit. Këtu është mes dy shkollave, shkollës mesme dhe shkollës fillore, ku nxënësat luajnë, gravitojnë, enden edhe pas orarit mësimit, edhe kështu që mundësia për marrëdhënie një fatkeqësi është e madhe. Hoxha njëherët është edhe pjesëmarrës në këshillin e prindërve të shkollës, prandaj kërkon nga institucionet që të rrenojnë këtë ish stacion të policisë, sa më parë të jetë e mundur për ta evituar rrezikun e mundshëm. Po flas edhe në emër të këshillit prindërve. Unë bëj apel gjithë institucioneve gjese për kaca, ata që duhet më marrë me këto tema, marrin masa, na më herët e kishim një fatkeqësi, ta parandalojmë një fatkeqësi të mundshme. Pranush Komani, kryetari i Komisionit për identifikimin e objekteve që janë për demolim e që janë pronë private e shtetërore në komunën e Gjakovës, në një përgjigje përmes telefonit tha se nuk ka pasur kërkesë për rënimin e këtij objekti, por komisioni do të shikojë ku i përket objekti komunës apo Ministrisë së Brendshme e pastaj njëra nga këto duhet ta bëjë rënimin.